إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu I cili na begatoi me të mirat të shumta salatat, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu në surën Ali Imran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, ittaqullah, keni frikë Allahun, haqqa tuqatih, me një frikë respekt të vërtet. Keni frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu në çdo gjendje. Keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala në çdo vend, në çdo situatë. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe mos vdisni ndryshe pos duke qenë musliman. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet tërthorazi na këshillon, na mëson dhe na urdhëron që na të jemi të vazhdueshëm në të qenurit rob të Allahut. Po thotë ju që keni besu, keni frikë Allahun si duhet, edhe mos vdisni pos duke qenë musliman. E me vdek si musliman, duhet me qenë I vazhdueshëm në islam. Duhet me qenë I vazhdueshëm në të qenurit rob I Allahut subhanahu wa ta'ala. Në çdo vend, në çdo muj, në çdo situatë dhe në çdo gjendje. Dhe tha Allahu Gjelle Gjelaluhu: dhe ti adhuroje Zotin tënd derisa të vjerë vdekja. Derisa të vjerë bindja, ajo është vdekja. Dhe këto ajete shpjegojnë njëra tjetrën, që na duhet jemi rob të Allahut për ditë, që na duhet jemi rob të Allahut kado që shkojmë, në çdo vend, në çdo punë që na e bëjmë, na duhet me qenë rob të Allahut. Në çdo send që na veprojnë në këtë dunja, në çdo send, pa përjashtim, në çdo send që na veprojmë, punojmë, bëjmë në këtë dunja, para se ta veprojmë, duhet me parashtu vetës pyetje me këtë vepër, dhe në këtë vepër, a jam unë rob I Allahut ajo? Kur ham ushqimin mëngjes, me këtë vepër dhe në këtë vepër, duhet me pyet veten, a je rob I Allahut ajo? E në qoftë se je rob I Allahut, ke me pas kujdes se si ke me hang edhe sa ke me hang. Kur del prej shtëpisë dhe kur futesh në shtëpia, parashton vetës një pyetje. Jo çdo herë më I thon vetes, a je a nuk je rob, po ja parashton vetes në kokën tënde.
tash që jam duke dalë prej shtëpisë, qëllimet dhe synimet dhe punë ka du me shku dhe çka du me bëj jashtë të shtëpisë, a do t'jem dhe a kam synim t'jem rob i Allahut, apo jo? Se kështu për mëson Allahun, wa'bud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tanë derisa të të vjerë vdekja. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepra më e mirë te Allahu është vepra e cila është e vazhdueshme edhe në qoftë se është pak. Vepra e cila është e vazhdueshme edhe në qoftë se është pak. Kjo është më e dashur te Allahu subhanahu wa taala. Pse? Për shkak se kjo vepër në vazhdueshmëri të mban ty në lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Dhe ti nuk ke shkëputje në raportin tënd me Allahun xhel xelaluhu. Këto ajete dhe ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve na mësojnë se duhet të jemi të vazhdueshëm dhe të kujdesshëm në nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, e posaçërisht në këtë periudhë kohore ku na duhet vazhdimisht ta përkujtojmë veten tonë në këtë realitet. Pra mos jetë muaji i Ramazanit i cili kaloi, mos jetë ky muaj vetëm ky muaj i Kur'anit, apo muaji i namazit të natës, apo muaji i dhikrit, apo muaji i kujdesës prej mëkateve, apo muaji i uljes së shikimit edhe kështu me radhë. Po të jetë tanë viti kështu për neve. Edhe pse në muajin e Ramazanit duhet të jetë doza më e shtuar nga ana e muslimanëve, mirë po besimtari është i njëjtë i vazhdueshëm në adhurim edhe pas Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 që në fundit të Ramazanit e shtrëngon të rrypin dhe ban të ma shumë ibadet Allahu subhanahu wa taala. Mirë po gjendja e tij ka qenë në ibadet edhe jashtë Ramazanit. Kur erdhi Bilali radiallahu anhu, ta informon se ka hyrë vakti i sabahit dhe e pa duke bën namaznat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një transmetim edhe Aisha radiallahu anha i than, ja Rasulullah, Allahu xhelle xhelaluhu ti ka fal krejt çka ke bati, ti ka fal të kalumë, tashmë të krejt, Allahu ka fal ty e xhenetlit, ka zgjedh Allahu. Pse je duke mundu veten kaq shumë kur jashtë Ramazanit? Sa e ka mundu veten? Kushtimisht me thon mundim, për shkak se ajo ka qenë kënaqësi e shpirtit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po prej anës tonë na duket mundim se e ka mundu veten, derisa ju kanë ai kant prej namazit natës. Çka i tha Bilalit me tasmin tjetër Aisha radhiyallahu anha, i tha, ja Bilal, afala akuna abdan shakura? O Bilal, a mos të jem unë rob falëndërues ndaj Allahut subhanahu wa taala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sikur ju të numëroni të mirat që Allahu a ka dhënë, ju s'keni mundësi mi numërua. Në qoftë se janë atë shumë, as ban me qenë në rob falëndërues ndaj Allahut. As ban në me qenë në rob të përullur para Allahu xhel xelaluhu në çdo gjendje, në çdo vend, në çdo kohë. Qysh ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka na ndihmon neve që na të jemi të vazhdueshëm në nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala? Çka duhet na të bëjmë që na të jemi të vazhdueshëm? Për shkak se problemi pothuajse më i madh i shoqërisë të cilën na jetojmë, jo vetëm në çështjet fetare, po edhe në çështje tjera të kësaj dhunjaje, është jo disiplina, jo vazhdueshmëria në punë. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an çka na tha neve? Allahu na tha, "Khuliqal insanu min ajal." Njeriu është krijuar prej shpejtës. Njeriu dëshiron, e ka qef investimin pak dhe rezultatin shumë. Investimin pak dhe rezultatin shumë. Jashtë atë që don rezultatin shumë, e don shpejt. Nuk e don shumë më vonë, e do shumë tash me njëherë. E kjo është në kundërshtim me arritjen e rezultatit. Se rezultati don investim, edhe rezultati nuk vjen me njëherë. Në aspektin e diturisë, në çështjen e diturisë, çfarë dush diturie? Qoftë ajo fetare, Allahu na dha shprej asaj,
qoftë ajo prej diturive të kësaj bote, na dhosht Allah dhe prej kësaj, nuk arrihen më njëherë. Pa investu shumë, pa u lodh, pa e lënë trupin keq, pa e lënë xhepin keq, pa e lënë epshin keq, pa e lënë familjen keq, nuk arrihet. Pyetni ata që kanë kryer fakultete, doktoratura, magjistratura, qoftë në aspektit fetar, çështjet fetare, qoftë edhe kësaj bote. Pa e lënë vetin keq pak, nuk arrihet ajo. Dhe kjo është në kundërshtim me qefin e njeriut. Qefi njeriut don pak shumë më njëherë. A realiteti është që duhet shumë, duhet investim shumë, edhe duhet një periudhë pak më gjatë kohore që me rezultatin. Thënë dietarët, ilmit, diturijës, duhesh më ia dhon krejt, që ajo më dhon pak. Edhe kjo pak, pas shumë viteve, jo më njëherë. Dhe në çdo sferë është kështu. Ajo çka na duhet t'i flasim veteve tona dhe të fillojmë një herë për gjithmonë të veprojmë me këta, është fillojmë ta bëjmë edukat vetën tonë, të jemi të disciplinuar. Të kemi disiplinë në punët tona. E kemi cek shpesh herë. Do të falim namaznate për ditë. Kjo do disiplinë, kjo do seriozitet, jo me sure të gjata. Rekatin e parë, Fatihan dhe Kul huwallahu ahad, rekatin e dytë, Fatihan dhe Kul a'udhu bi rabbil falaq. Me këto dy sure kena mi kryer 8 rekat. Duke thot po leto, po bane për ti ta shohim o let. Pas një javë janë nis me tu bo. Hajt ta lan sot, se që një javë janë falë, pse e lan një ditë së problem. Dhe vazhdimëria në këtë vepër do disiplinë, do sabër, do seriozitet. Dhe kështu është në çdo sferë. Dhikrin e mbrëmjes dhe mëngjesit, pas namazit të sabat dhe pas namazit të ikindis, për me e ba nuk duhet shumë vakt. 10, 15, 20 minuta në timore, gjysore në timore. Gjysore, nuk është shumë kohë. Vlera e saj sa është, thanë dietarët, ti, kur ngritesh mëngjes, fillon lufta jote me shejtanin. Lufta e shejtanit me ty është edhe kur fleti, po ti, në kryen tane, e ki luftën prej momentit kur qosh pe gjumit. Në qoftë se ti ditën e fillon, duke mos e marr municionin me veti, e ke jep luftën gjatë ditës. Kjo sos u ka kryer më vet. Në qoftë se ti ditën e fillon pa namaz, pa dhikr, pa istighfar, pa dhikret që janë përmend nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti luftën këtë ditë e ke hup. Kur vjen mbrëmja, në qoftë se ti mbrëmjen e fillon pa dhikr, pa namaz, pa dua lutjet që i ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë dhikrit të mbrëmjes, ti luftën natën e ke humb. Ti je në luftë. E si është gjendja e atij i cili del në luftë pa armë dhe pa kali? E humb luftën. E humb luftën. Shancat për me mbijetu janë hiç. Hiç. Pas ndonjë mrekulli. Pra duhet fillojmë ta disciplinojmë veten tonë. Ti ka që më dhamë pak, të na dhem pak, dëshirojmë me dalë, mos dalim, dëshirojmë me tepruar ushqim, mos teprojna, dëshirojmë ta teprojmë në humbje kohës në telefon, mos ta humbim, ta mshirë telefonin, dalim për rrjetet sociale, dhe në këtë mënyrë ta disciplinojmë veten tonë, jo një ditë, jo 2, ta njëjtën. Ta njëjtën këtimi kështu. Ajo e cila në ndihmon shumë që t'jemi të vazhdueshëm në nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. E para dhe kryesorja është sinqeriteti. T'jemi të sinqert me Allahun subhanahu wa taala. T'i bëjna punë për Allahun xhalla xhelalu. E në qoftë se puna është për Allahun, çka të pengon ty mos më e bë? Qoftë ti thu namazin e natës e bëj për Allah. Po nëse e bën për Allah,
çka qenë ka diçka shumë e rëndësishme, pos Allahut që të pengon tyje, mëse bo namazin e natës. Gjumi është më rëndësishëm se Allah. Epshët e tua që do me i shtrym me bashkëshortën tane, më të rëndësishme. Pushimi trupit tanë, çka do qoftë ajo? A ka diçka më të rëndësishme se Allah subhanallahu? Pra sinqeriteti me Allahun xhelal xhelaluhu. Tha Allah në Kur'an: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Mukhlisina lahu ad-din. Ata nuk janë urdhëruar për diçka tjetër jashtë se të jenë të sinqert me Allahun dhe fenë e tyre ta bëjnë për Allahun subhanahu wa taala. E kur është puna për Allahun, nuk është e lehtë. I kam pyet dietarët e mëdhenj muslimanëve: "A ke kërkuar turim për Allah?" Ka thonë për Allah rand. Për Allah rand, shumë vështirë. Mirë, po diçka e cila është bërë dashur për neve. Në qoftë se dikush fillon kërkimin e diturisë jo për Allah, dituria domosdoshmërisht ka me bë që ai fund ta ketë për Allah. Se ka me njoftë Allahun xhelal xhelalu. Dhe ka me kuptu që nuk ja vlen me bo punë për dikat tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka nevojë mu lodh me bo diçka që me arrit kënaqësinë e dikujna. Pse? Për shkak se than dietarët, kënaqësia e njerëzve është qëllim që nuk arrihet. Me i bon njerëzit me qenë të kënaqur me ty, është një qëllim që kurrë s'e arrin. Kurse kënaqësia e Allahut është qëllim i cili nuk lihet, nuk duhet me elan. Për shkak se arrihet dhe njeriu nuk duhet me elan anësh kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra vepra kryesore e cila na ndihmon neve që të jemi të vazhdueshëm në vepra tjera në raport tonë me Allahun është sinqeriteti. Të jemi të sinqert me Allahun subhanahu wa taala, ta lutim Allahun që Allah të na bën të sinqert në veprat dhe fjalët tona në raport me Allahun subhanahu wa taala. E dyta, al-mudawama, vazhdueshmëria. Te kjo vazhdueshmëria kisha më thon disiplina. Kisha thon disiplina. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Khudhu min al-a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamillu an tamallu hatta tamallu." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: merrni prej veprave, apo veproni prej veprave, vepra që mundeni me i bajt. Fillo me punu punë të cilën mundesh me e majt. Kuptimi a ditë kanë thënë dietar, merr me punue, preokupoje veten tënde me vepra në të cilat do të jesh i vazhdueshëm. Dhe kjo nuk është vetëm në raportin me Allahun. Dhe kjo nuk është vetëm me leximin e Kuranit. Lexo Kur'an sa mundesh me lexuar në vazhdueshmëri. Unë në vazhdueshmëri më lexoj dy faqe veri. Mos lexo 10, 2 lexoj. 2 edhe për ditë. Unë mundem një gjos për ditë, tamam, mos i ban 5, një banë për ditë. Khudhu min al-amali ma tutiqun. Merrni prej veprave, veproni punë dhe vepra sa mundni me bajt. Amë jo sa mundni me bajt tash, sa mundni me bajt vazhdueshëm. Dhe kjo është edhe punkt se dunjaja. Unë i hi filan punës, ti i hi filan punës për një javë, ama për një vjet, për 5 vjet, ajo s'e ne baj. Leje, merr një punë tjetër. Merr një punë e cila është e përshtatshme për tyje, që t'jesh i vazhdueshëm, si ashtë e khairin ma shumë. Për shkak të hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku tha, vepra më e mirë është te Allah është ajo e cila është e vazhdueshme, edhe nëse është pak. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk mërzitet t'ju jep ju për shpërblime derisa ju nuk mërziteni prej veprave. Derisa ju nuk mërziteni prej veprave, jeni të vazhdueshëm, Allahu është i vazhdueshëm në shpërblimin e juve. Pra të zgjedhim vepra të cilat në mujna me i bajt. Atë se e kemi kaqikin të në thojnë. Apo? Sa të ma kuki, qa që baj. Sa të mundesh, me mundësit e tua, mos i vesh petkat e që tërkuj kanë thonë djetartë. Mos fillo me bo punë duke shiku mundësin e tjetrit. Aja ka mundësin për 5, ti e ki për 2 bane. Mos thuj, po a i ban 5, a i ban se ka mundësin me bo 5. Ti s'ke mundësin me bo 5.
a i bon 10 kile, ti s'ke mundësi, ti ke mundësi 2.000 majtë. 2, ma shumë, ama a i mundet për vetit, ti nuk mundesh për... Kanë thonë djetarët, mos si vesh petkat e tjetër kuj. Se del, qesharak, apo. Me i marrë një par petka të dikujt i cili është shumë maj zaif se ti, maj hollë se ti, del qesharak, apo. Qesharak del. Me i marrë petkat e dikujt i cili është shumë maj tras se ti, përsi del qesharak. Çka du të me vesh? Petkat e tua. Kapacitetit tanë, mundësit e tua. Dhe kështu ke me dalë si duhet, me bereqet me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ajo e cila në ndihmon në të qendrit i vazhdueshëm në adhurim është prej kryesorëve, dhe kjo është largimi prej gjunave. Largimi prej gjunave. Gjunat janë pengesë mes njeriu dhe suksesit. Gjunat, mëkatet, shkelja e kufive të Allahut subhanahu wa ta'ala është pengesë mes njeriu dhe suksesit. Nuk mund njeriu me arrit sukses në qoftë se i bën mëkat Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo herë që njeriu e bën një mëkat, në zemrën e tij shënohet një pikë e zezë, derisa zemra e tij të bëhet sikur një delë e zezë. Tha Ibn Kaimi, Allahu mëshiroft, kur njeriu i bën mëkat Allahut, mëkati bëhet shkaktar që ati me ja mbjell një vetmi në shpirtin e vet, dhe s'knaqet me kurrë. Është në grup të 100 njerëzve, ndihet i vetmum. Është në pasuri bolluk, ndihet fukara, i vetmum. Jam mbjell një vetmi. Kjo është prej mëkateve. Pra largimi prej mëkateve. Kanë thënë dietarët, prej të mirës, prej bereqetit, prej begatis, së punës së mirë, është një punë e mirë tjetër që vjen pas. Prej rrezikut të mëkatit është mëkati tjetër që vjen pas. Kur njeriu e bën një gjuna, gjunai tjetër thot banëm edhe mua. Kur njeriu e bën një mëkat tjetër, mëkati i tretë thot veprëm edhe mua. Edhe kështu njeriu fundoset në mëkate. Kur njeriu e bën një punë të mirë, një punë e mirë tjetër thot veprëm edhe mua. Edhe vepron. Edhe kështu njeriu ndërtohet në raportin e tij me Allahun subhanahu wa taala. Prej punëve shumë të rëndësishme që njeriu në ndihmon me qenë i vazhdueshëm në punë të mira, është shoqërimi me njerëz të mirë. Dhe largimi prej shoqërisë së keqe. Kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo ka ndodhur në çdo kohë dhe kjo ndodh në kohën tonë. Se njeriu vazhdon të largohet gradualisht prej shoqërisë së mirë derisa ta shef veten shumë larg fejs Allahut subhanahu wa taala. Dhe e kundërta, vazhdon njeriu të shoqërohet me njerëz të mirë dhe pa e vërejt vetën, pa dhënë ndoshta ndonjë investim të madh, ka më pa që rezultati i atij në raport me Allahun është shumë i madh. U ka ndryshuar gjendja për të mirë shumë. Kështu ka qenë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka pas raste apo e dim, a njeriu i cili ka më i kafshu gishtat ditën e gjykimit, pse se ka marrë shoqërinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Në jetën e parë ka thonë, e ka mjeru vetën një herë, pse nuk e mora për dos pejgamberin, pse nuk e mora për shoqërues pejgamberin, pse nuk u bona shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e ka mjeru vetën 2 herë, ka thonë, ja waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula, tha Allahu jalla jalaluhu. Dhe në shoqërimin me njerëz të këqij, tha ky njeri Uqbat ibn Mu'ayt, tha ja waylata, i mirë jon, lejteni mirë për mua. Pse u shoqërova me filanin? Pse dolla me pi kafe me filanin? Pse qëndrova besnik ndaj filanit? I keq. Laqad adallani ba'da dhikri, më ka deviju pasi që merr e vërteta. I udhëzum, e le xhailjetin, i le punë të këqija, le zinon, le alkoolin, le kufrin, le shirkun, i le punë, fillon në lëshin dhe Allahut, fillon namazin, pendimin, kthehet Allahu xhel xhelalu, pastaj në këtë gjendje shoqërohet me njerëz e këqij dhe gradualisht del prej fesë Allahut përsëri, Allahu na ruaj. S'ka më keq se sa devijimi pas udhëzimit, s'ka më keq. E këtu 2 herë ka mjeru vetën, i mjeri unë, mjerë për mua, pse e mora filanin për shok, më devijoj pasi që mërë e vërteta. Çka tha Allahu xhel xhelalu? Wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula. Kjo është shumë keq.
Kjo inati, Allahu akbar, kjo shumë inati. Thot, dhe shejtani e nënçmon njeriu. Edhe e mashtron, e kur të mashtrohet, thot, unë distancuna prej teje. Si kur shembulli i shejtanit i cili i thot njeriu të ban kufër. Falamma kathara, e kur njeriu ban kufër, thot, unë e kam frikë Allahun, Zotin e botrave. A ka ma këtë se ç'kjo? A ka më nënçmim se ç'kjo? Me të thonë shejtani, me të bind, me të mashtru, ban kufër, mi i bo kufër, që edhe për mëkat është, ban mëkat, ti e ban mëkatin, a i pas e thot, jo, në tut na Zotit. Luftën e Bedrit çka tha? Inni ara ma la taruna, inni akhafu Allah. I nxiti Kurejsh me dorë luftën e Bedrit kundër pejgamberit sa stem, kur i po me laçet, çka i tha? Ju tha qafirave, unë jam tu po, atë çka ju nuk e shifni, unë i tut në Allahit. Unë i tut në Allahit, ju vazhdoni shtashun e ika, shkova. Va kanë shejtani në lisan i khadhura njeriu ishte, shejtani ishte nënçmues për njeriu. Dhe prej punëve të mëdha, të rëndësishme, prej kryesoreve është lutja, me bodo Allahun xhallahu xhallahu. Me lut Allahun në vazhdimëri që Allahu më na mundsu që na më qenë të vazhdueshëm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Vetëm ty të adhurojmë, ja Rab, adhurimet tona, ibadet që i bëna vetëm për ty dhe vetëm prej teje kërkojmë që të na mundsosh me të adhuruar. Në qoftë se Allahu nuk na mundson me adhuru, s'na adhurojmë. Çka tha Allahu në Kur'an, Allahu e udhëzon kanë don dhe devion kanë don. Pra udhëzimi jot, namazi jot, duaja jote, vazhdimëria jote në nënshtim ndaj Allahut, mos e haro asnjëherë se është kristal begati që Allahu ta ka mundsuar. Jo se ti je i fortë, e je i hershëm, e je i pasur, e je me autoritet, e ki familjen e fortë, e je kështu, e je filan vend. Jo. Është kristal begati e Allahut ndaj teje. Ruaj këtë begati duke lutur Allahun me ta rujtë. Ruajtja e kësaj begatie bëhet duke lutur Allahun që Allahu më na ruaj këtë begati. Për shkak se s'kena kur gjë në dorën tonë, zemrat tona mes gishtave të Allahut i rrotullon Allahu ka don. Lutim Allahun që Allah të rrotullon zemrat tona drejt udhëzimit. Lutim Allahun që Allah të përqendron zemrat tona në Kur'an dhe Sunet. Walhamdulillahi rabbil alamin.